Samiti i BE-s që u mbajt në Tiranë me liderët e Bashkimit Evropian prodhoi një shpresë jo të vogël për Shqipërinë. U përfol për një datë për mbylljen e negociatave që mund të jetë viti 2027. Por a është kjo e realizueshme? Në samitin më të fundit ndërkombëtar që u mbajt në Tiranë me praninë e Komitetit Evropian, u diskutua një nga temat më të nxehta për vendin tonë, përmbyllja e negociatave me Bashkimin Evropian. Zyrtarë të lartë, përfshirë dhe presidentin francez, përmendën vitin 2027 si një datë të mundshme për këtë proces historik. Por sa e arritshme duket kjo për qytetarët e tjerit? A besojnë ata se Shqipëria do të arrijë të mbyllë negociatat deri në këtë afat? Për të marrë opinionin e qytetarëve, ishim tek sheshi pranë xhamisë, ku banorët ndjekin nga afër zhvillimet europiane. Në mesin e qytetarëve nuk mungojnë edhe ata që shprehen skeptik. Ne shikojmë që një gjë më e mirë do të jetë. Gjë më e mirë do të jetë të futër. Po e shikoni si të realizueshme brenda 2 vitesh? Mendoj se edhe mund të realizohet. Ata që erdhën nuk erdhën kot. Gjë e mirë, gjë e mirë që populli kërkon. Populli kërkon. Shumë të arsyeshme të futemi sa më shpejt. Është një gjë pozitive për popullin. Po, gjë e mirë për popullin. Është shumë gjë e mirë. Bravo se qoftë Ramës. Ju e shikoni, do me thënë, si një gjë të realizueshme, është e vërtet? Do realizohet se s'bën, po që e Rama, po që e tjetëri u dogji. Ne që humbi Partia Demokratike, në 26 kemi e futur në Evropë, me Edi Ramën krye. Megjithse viti 2027 përmendet si një mundësi konkrete për përfundimin e negociatave, qytetarët e Fierit shprehin qëndrime të ndryshme, nga optimizmi i matur deri tek skepticizmi ndërtuar mbi përvojat e kaluara. Ajo që duket qartë është se rruga drejt Bashkimit Evropian mund të kërkojë një angazhim të vazhdueshëm, vullnet politik dhe besim tek reformat. Por, a do të jetë viti 2027 viti i madh i integrimit?